Dashur miq, po kthehemi prap, sa mirë që jemi në transmetim edhe në Zvicër edhe në krejt Kosovën edhe kado që ka shqiptar. Me neve në studio e kemi Niki edhe sot që po vazhdojmë se gjithçka po pohon me kokë, çka do që po themon. Shiko, është më rëndësi që janë pohime. Po. Që janë të vërtet ato që i thua. Kjo ka rëndësi. Jo, mundet edhe prinati me i mohu. Ja, unë nuk e bëj këto, ti e di. Po mirë. Që nuk e bëj këto. Ti po Florenti po e bën. Thjesht të vërteta. Florenti ka futur ato vesh në kufi dhe kujton që jo është para përgatitje për prova që do të ketë pas orës 13:30, po e teston veten çfarë orkestre ke aty, kujdesa. E jashtëzakonshme. E kemi mikrofonin e Florentit të shumë? Po. Okej, një. Është Florenta Brashi, këngëtari. Florenca, sa mirë që erdhe. Sa mirë që më ftuat, faleminderit shumë. Si e sot? Sot po më duket që dy herë që po vi këtu jam pak e smut, po jemi s'di çka u bo, ja fajin ti jana. Sa herë trasim ti e keq për fytyn. Unë e kam fajin, po më duket se kom najt në të ftoftë i djersitun në tona format, po. Kujdes se sot provën e ke. Kjo është fatkeqësia eme, domethënë prova por supozohet me qenë me fyt në rregull, po jo. Sot duhet veç me testu kështu qysh po tingëllon orkestra. Për ta rregulluar pak zërin që e ke të ngjirur si thon ata të shtetit am, ç'a duhet me bëti? Çka duhet me bë? Duhet me pushu si mirë, duhet me flejt mirë, duhet mos me pi as shumë nxehtë as shumë ftohtë, duhet mjalt specifike me hongër që më. Po s'ke kohë, në ora 13:30 ke prova, dhe pra. Rrugës këtu në Sheshko janë të zonja që shesin kështu që aty komunal me blet diçka edhe me pushum mbi të gjitha. Po janë prova, nuk është nata e parë, 2 dhe 3 nata finale, janë provat edhe më pastaj duhet me pas kujdes deri në 6, 7, 8 nëntor. Këtë pyetjen që ne e bëm pak më herët për dëgjuesit, se po shkruajnë dëgjuesit. Për shembull, e kemi afër ditën që po shkruan, thot Valentina Saracini dhe Shaban Kelmendi po mendon, ylle nën Çepall, po thot fituesi i akordeve të vitit 1986-ën. Çka po thotë ti Florent? Florenti është shumë pak i pajisur me njohuri për këto pyetje. Mendova që thua e di, po e lëm. Jo, shumë keq se po unë kom pas fokusin më shumë ka rrethëshoja, nuk kom pas shumë mundësi me përcjell akordet e Kosovës, por në konga aty këtu që u bë famshme. Nuk e faj Florenti sepse akordet e Kosovës kanë përfunduar se organizuari në fund të vitit të 80-të, në vitin 90-të, dekadën e parë të shekullit një kujdi dekadën e dytë, kemi patur mundësi për të përcjellur jo festivalin e këngës në Rrethëshë, por dhe festivalet e tjera që ka organizuar shteti jam. Prandaj kemi më të freskë këto pjesëmarrje dhe fitues të këngës të këtij festivali. Faleminderit. Florent, para se me dalë të festivali. Si qenë ka martesa? Se më do të më ngacmo pak. Faleminderit. Martesa është shumë bukur. Jena tutje shumë, unë për veten tutje shumë që kam ndruar në san për kesh, thosha. Nuk është shumë ma mirë se në sekreti jonë është që i kena harxhuar për lamet para martesës, domethënë i kena kryer. Veç kujdes mos harxhoni mjaltin. Jo. A dina jo barcoleta me atë çypin me mjalt. Diçka e di për kujtohet, edhe krejt jeta asaj që s'po e vëm. Le me 3 pika më mirë, ha? Okej. Kështu që duhet me pas kujdes. 3 lugase, 1 lug mjalt. E di, e vërtet ki shumë të drejtë për këto, po balans mbi të gjitha që kjo është. Serioz është në përgjigje tani në këtë ngacmim që i bërë Nora, jemi në fazën ashtu që duhet në përgjigje në formë strategjike. Martesa shumë cool, shumë cool se alos po më besohet. Faleminderit, është një personave më të bukura dhe kena pas shumë dyshime a duhet me bë dosëm apo jo, po është një natë fantastike që s'harrohet, mbledhesh me njerëz që i don më shumë ti edhe inshallah s'bjen me përsërit. Vesh në bofshën 10 vjeçor nëse diçka s'po të ngacmoj më shumë. Kishe fjalën ora për këto përvjetorë 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, prandaj me përsëritasë. Jo, zoti, mos dash zoti diç tjetër, lëre tash ato. Shtrajtesh, mos kujdes me se i shtrajt. Kujdes me egzagerimin e kërkesave. Sa mirë Florent, bone që vendosëm me marr pjesë në festival këngës. Faleminderit, jam shumë garuar, por të tjerët kanë vendosur që ky me qenë pjesë e garuar. Pikërisht ju ka pëlqyer diçka konga. Inshallah, ka pëlqyer shpresoj shumë. Jam shumë i lumtur dhe jam shumë kam një ndjenjë të mirë për kongën, jam shumë krenar me to
besoj, e kemi bo, domethënë është një krijesë e vogël, se çdo këngë është si beb, si foshni, domethënë që e krijon pe fillimit edhe e rrit e kujdesesh për to, po kësaj herë kam një ndjenjë shumë mirë për këtë këngë edhe jam shumë i lumtur. Bile kënga ndërlidhet bashkë me martesën, sepse kjo këngë është të shkruar për të dashurën time, për tashmë bashkëshortën time. Atëherë që na pa të thonë emision apo është kjo? Pikërisht se është, ditë që është shkruar me mamoti, e më ka nejt, domethënë nuk do isha me nxjerr pa e bo më të mirë, pa e nxjerr versionin më të mirë saj e tashmë në fund. Domethënë që ka përpunu. Yes. Dalin sepse tani po kujtohet ajo që pa të më thonë gjatë emisionit të verës, sa thoshte diçka e bukur është. Diçka e bukur po vjen. Sipër po. Kjo Shenka. Ky e paska paralajmëruar dhe martesën, që ne nuk e dinim dhe këtë këngë që do të jetë pjesë e edicionit të tretë të festivalit në RDK. Me plan. Atë kish pëlqyer me kontaktu me dëgjuesit nëse thrasin në 044432 Lëresht vislet. Edhe të marrim përgjigjen e saktë. Shpresojmë inshallah, e di unë mas po se s'pedi asun e saktë, po e gjejmë se këta vinë me dëgju ty atë natë kur ti interpreton. Po shpresoj që ka me pas njerëz që e pëlqejnë këtë lloj muzike, kemi me sfidu pak shijet e publikut, se është një këngë, një rock ballad, ka kohë që po e punoj pikërisht me këtë vizion, domethënë me qenë rock ballad, shpresoj që ju pëlqen njerëzve. Po ka më konë e bukur. Shumë bukur. Çfarë ndjeni është për ty? Juve keni eksperiencë shumë në muzikë, duke bërë muzikë live, jo vetëm në Kosovë, në trungën shqiptare, në Ballkan, por edhe më gjërë. Kohët e fundit apo të thonë që ke edhe ca koncerte mbrëmje edhe në botën perëndimore, në Zvicër e tutje. Po tani pjesëmarrja jote në edicionin e tretë të festivalit të këngës në RTK dhe me këtë këngë. Është një ndjenjë shumë interesante për mua, është hera parë që po përballna me këtë lloj të formatit, edhe jam shumë i lumtur që është i tretë, e kam një lidhje shumë interesante me numrin 3, kështu që ta shohim çka po ndodh, po tu i pa festivalet më herët, u ndisha pak në faj pse s'kam marrë pjesë më herët, se orkestra është fantastike, po si vjet kemi fatin, definitivisht është fat që Florian Boshnjaku është pjesë e ekipës edhe drejtor artistik. Fantastike, edhe domethënë kam fol pak me to për bërjen e orkestrës, edhe është fantazi këngë që i shkruaj unë zakonisht janë kësi të lidhura me gitarën gjithsesi, e si vjet kemi dy gitaristat më të mirë që kjo është shqiptaria, kështu që kjo është super mirë. Florin, pjesëmarrja në festivalin është shumë e rëndësishme, sidomos për këngëtarët e rinj. Juve keni eksperiencën në këtë drejtim. Ne vetë kishim mysafir Sami Pirën, që është muzikolog dhe kompozitor. Tha, kjo orkestër është fantastike, është e jashtëzakonshme. Sa të ndjen këty ndjenën e përgjegjësisë për të performuar live. Është në kësaj orkestre. Kjo është një prej sfidave, edhe një prej qefeve ose anglisht e thonë milestone, një farë lloj pike kur e mrin, e din që ke mri diçka, nëse del mirë me këtë lloj orkestre, atëherë duhesh më kon krenar për vetveten, po edhe na si shtetës të këtij vendi duhemi me qenë krenar për këtë lloj orkestre, edhe shoqërisht që kemi mri këtë ditë ku kemi këtë lloj produksioni, edhe më nxes po pres me dal, po është një përgjegjësi shumë e madhe. Është domethënë si më nxjerr fëmin për herë të parë me dal me lut me fëmijë tjerë që tutesh për çka do që po ndodh, po jam shumë i sigurt që kënga edhe performanca ime është në duart më të mira, më të sigurta në festival, kështu që më nxjerr po pres. Shpresoj që unë ja dal në banë sot se fytyn e kam. Sot i kemi provat, kështu që pa me rang këtë drejtim, po kur morë vesh që juve jeni zgjedhur në mesin e 20 këngëtarëve për qenë pjesë e edicionit të dytë. Janë 20 këngëtarë dhe grupe që janë pjesë e edicionit të shumë bukur. Ndjenjë interesante se e kisha pas harru, sa unë jam tërheq pak prej festivaleve, po ndjenjë shumë e mirë që kur dikush e vlerëson, sidomos se nuk e di çu ka qenë procesi për zgjedhjes, po kur erdhi maili ke shumë i lumtur. Ka qenë juria që ka selektuar. Perfekt. Juri personale. A dihet kush ka qenë juri? Po. Unë deri diku idea. Po, edhe tash në fund do të dihet edhe juria kryesore. Okej, kjo mirë. Kemi pas përballat në atë kamera. Sa mirë që festivali, si që tha edhe zoti Pira Idje, festivali ka 2-3 juri. E parë një juri personale që përzgjedh këngët që do të jenë pjesë e këtij, sepse konkurrenca është jashtëzakonshme. Jo vetëm 20 këngëtarë, por kanë pasur edhe këngëtarë të tjerë, të cilët janë eliminuar sigurisht në përzgjedhjen e këtyre këngëve. Po në ndërkohë,
në këto 3 ditë ka një juri vërtet, një tjetër profesionale që do zgjedh këngën më të mirë dhe këngën fituese. Ta shohim çfarë kriteriumi më intereson i tyre kështu, a ka me pas poezia më e mirë, domethënë teksti më i mirë ose diçka e tillë. E di që ka çmime të ndryshme, po më intereson që ka më qenë struktura shumë kështu, po mbi të gjitha jam shumë mezi po pres me pa këngën time të zhvilluar me live, po është hera parë që jeni kështu që. Shumë mund ta recitojmë, ta këndojmë një strofë. Shikoj neve nuk kemi të drejtë me transmetu kështu në një strofë. Po të në këse festivalit. A mëj kështu Ti me këndu ke të drejt, ne me transmetu krejt këngë komplet s'kem të drejt, se marrim ekskluzivitetin e festivalit. Unë mendova me ajo Nikit me lexu tekstin, me thonë një pjesë të vogël krejt me recitu. Shumë jam kurioze për melodinon. Melodin. Hajde tani. Një strofë. Ritmi është 6/8 për gjithë ata që intereson në aspekti muzikur. Kemi konga në fillim në shkru krejt tjetër tonalitet, po ndërkohë të punu në studio e kemi ngrit pak se supozojmë kallëzu këtë farë vokalin tam, po sot jemi të lënduar, po ideja është kështu, refreni është Lo do kesh në sy, do t'jem maj që do t'i fshi, do t'jem maj që dorën të mban, kur dhe djelis do të në dal. Çka është? Shiko, teksti ju shkruan nga ty? Nga unë po. Kompozimi, notat muzikore, po. Kejt kësi është e shkruar para 6 vjetë më konë në ora 6 të mëngjesit, edhe kjo shumë interesant, po zakonisht truni funksionon ma mirë kur i jemi, të paktën aspekti kreativ, ma herët në mëngjes kështu kur rriton notën qut qelet pak e struni, se nuk është presioni që s'duhesh me bo kur gjë, domethënë në ora 6 mëngjesit përpos me qenë me vetveten edhe me ndjenjat tuaja, është një himn i dashurisë dedikuar sfidave të jetës që i bjen si çift, po është një lloj betimi prej meje ndaj të dashur që kam qenë aty, nuk kam u largu për asnjë sfidë. Tregoj Norës për këtë mëngjesin që është kaq i mirë dhe kaq i sepse asnjëherë nuk më beson kjo. Se Nora e din se zgjodh shumë herët. Unë po them mos me flajt, jo më që shumë herë, mos me flajt e kryen atë betejën me lugatin e brendshëm, edhe masën e nis me dalë, kjo e mira, me rrjedh kreativiteti edhe funksionon. Veç Florenca shumë të shkojnë ty këto këngë të zhanrit rock. Faleminderit. Kjo është brume jam. Origjina zërit mos më u dëgju me një skenë të madhe botore. Si dihet kjo festivali çka hop, çka e di që shumë prej sidomos fituesi i parë, festivalit parë ka pas një u qelë si një lloj rrugës, si një lloj trampoline për to, edhe ka performuar edhe në festivalin e RTS-s, edhe ka marrë një farë lloj vëmendje shumë goxha të madhe prej publikut evropian, se janë shumë të interesuar se çka ka me sjell Kosova për Eurovisionin, edhe me e presin që edhe një Kosova. Kogja Kemi, talenti është këtu, unë mendoj që talenti është këtu, shkolla ose struktura e dur është në Shqipëri, me mujt me i bo bashkë, këto dyja i shkruan fantastike. Veç edhe dyrt me na u ha për Eurosong. Ka dhe dole. Ndoshta edhe këtë vitin 2026 jo, që ke vështirë, siç e ka thënë edhe drejtori rilindi, por që unë kujtoj 2027, 2028 do të jemi pjesë e Eurovisionit, se nuk bën se kemi brumin, siç e thoni ju, kemi orkestrën, kemi këngë të mira, kemi melodi të mira, kemi poezi të mira. Sa mirë që çfarë poezi të bukur ke shkruar ti para 6 vjetësh, mrekulli, Shpresoj që ju pëlqen, nuk është kësi, nuk është një diçka e thjeshtë, është shumë melankolike për mua kështu, po është një mundje ma verzioni më i mirë. Publiku vetën. Për fund më thuj, që emocion ka me pas në skenë, siç e tham se gjithaj orkestër është për ty aty, gjithaj publik për ballë. Shikuesit mos i mendon fare për mes ekranit. Çato, po jo duhet mi mendua dhe ata se janë goxha disa njerëz, po e ku marr triki jam domethënë kur dalën skenë gjithmonë e përmendoj vetëm skenën edhe jam vetëm unë edhe instrumenti, po tash nuk e kam instrumentin hiç. Çka po tutna shumë që s'kam i pas gitarën në trup. Vetëm mikrofonin. Pak kam nxjerr për kësaj. S'bën ashtu me marr vetë më i marr vetë si dekor, po mastaj ja nisi unë brengosna shumë për gitarë, edhe mendoj që duhet më ra mirë edhe nëse është. Gitaristi Valoni do të xhelozonte më pastaj. Ikisha bu konkurrencë, po jo, duhet më lon
sa në të mëdha në dur profesionistave, po emocionit definitivisht kam u kon aty, po kam tentu mi shti veten çat emocion si në momente kur kam shkruar, është veç kam mendu për kënd është kjo këngë dhe çka jam të thonë edhe kam u lidh unë emocionalisht me tekstin, kështu që shumë mirë. Minutat na ecën shumë shpejt, ha? Nora? Ecën shpejt në mesditë, ecën shumë shpejt. Kështu që Florent për fund mendoje me rëndësi pjesëmarrja. Pikërisht. Çka do të ndodhë? Unë sa e kam një version më të mirë se kjo. Prit se pas ka një version tjetër. Veç konga masi është e përfunduar për mua është një lloj fituar në vetë, kështu që se është shumë moti e shkruar dhe nuk gjejsha arsye për mi përfundu, kështu që masi është përfunduar në vetë se jam e fituar çka do të ndodhë në festival. Timi mirë do të jetë, një përvojë mirë për ty, një emocioni veçantë. Duhet me pas kujdes ka shi 3 elementeve, publikut në sallë, juristë profesionale dhe publikut përmes ekraneve televizive. I ke këto që të mborthejnë. Këto kanë emocione qytetarë. Unë po Gase se keni problemi kombëtar. Siç nuk e kemi problem unë dhe Nora kështu para masës, sa? Me miliona njerëz mi pas përpara, ne se kemi problem. Jemi shumë me këtë profesionin. Vetëm s'na shtë me kënu. Po, kjo është diçka tjetër. Florent, shumë suksese. Faleminderit shumë që erdhe se tash dosh me ngut me shkum prova. Yes, pikërisht, po jo, jemi okay, jam shumë i lumtur që isha këtu. Faleminderit për hapësirën. Faleminderit që më shtit me këndu e po është vetëm që s'kokna shumë keq me fut, kështu që test para provës. Faleminderit edhe një herë. Okej. Ishte Florent Abrashi, të dashur miq, pjesë e programit për sot.